Pas çdo kthese që qëndron përgjatë kësaj rruge thuajse malore, e që duket se ngjitet në lartësi, vizitori sheh si hapen pamjet e njërit prej qyteteve të Shqipërisë. Kruja shfaqet si një pamje jo e zakontë. Shprehemi kështu pa e tepruar pse qytetet e kohës që u vishen e që qëndrojnë njësh me shpatet e pjerët atë maleve, i ndeshim rrallë. Këtu janë thurur e janë shkrir me njëra tjetrën peisazhi ashpërmalor me bukurinë e qytetit, historia e gdhëndur në çdo pëllëm të këtij trulli, e ndërtimet me gjallërinë që të falë jeta dhe puna e njeriu të ri Krutan. Por, le të njihemi me këtë qytet. Në Krujë, qendër administrative, ekonomiko-shoqërore e këtij rrethi, ish kryeqyteti i shtetit të Gjergj Kastriot Skënderbeut, sot jetojnë 15.500 banorë. Qyteti i Krujës është vepër e njeriu të ri Krutan, është pjesë e atij transformimi të plot që mbizotëron në të gjithë rrethin. Historia e lindjes së këtij qyteti shtrihet në shekuj. Për herë të parë, Kruja përmendet në një dokument të vitit 879 si qendër peshkopate. Lulëzimin e tij, qyteti arrin në shekullin e 13-14. Më vonë, gjatë shekujve 18-19, qyteti pati një gjallërim të ri ekonomik. Edhe sot, Kruja dhe fshatrat përreth ruajnë mjaft ndërtime inxhinierike si ura, rrugë, banja, çezma, puse, si dhe një sër objektesh të ndryshme kulti. Në këtë kohë, mori trajt tipi i banesës karakteristike. Realizimet e shënuara vërehen në fushën e arkitekturës popullore. Këto banesa janë shembuj të thjeshtë të tipit të banesës me çardak dhe tipit të kullës qytetare. Ky qytet me histori të shquar mbeti i harruar gjatë gjithë regjimit Ahmet Zogut. Për të ilustruar këtë realitet, le të përmendim faktin se nga 4.800 banorë që pati Kruja më 1930, zbriti në 4.500 banorë në vitin 1938. Dhe ja, Kruja sot, qytet plot dritë, i shndruar në një qendër të rëndësishme ekonomike, kulturore, arsimore të rrethit. Qyteti i Krujës ka fizionominë e vet. Çdo shikus vëre qartë vazhdimsinë e artit ndërtimor të traditës. Këto ndërtime të tipit kull kujtojnë kullën e malësisë. Sa bukur e me sa art ndërtuesit të rinj kanë ndërthurur elementet ndërtimor të traditës, gurin, drurin dhe hekurin me tren. Banesa krutane, e ndërtuar në një teren të pjerët në sfondin e ullinjve të përjetshëm, ruan bukur panoramën. Qyteti i Krujës është vendosur, si të thuash, në një balkon natyror, prej nga mund të soditesh fushat e gjera, kodrat e rrethit, deri përtej në detin Adriatik. Këto pamje janë një pjesë e mjedisit gjeografik të këtij rrethi, një nga rrethet më të vegjël të vendit, me një sipërfaqe prej 607 km2, ku banojnë 102.000 banorë. Krahët e qytetit të ri që zgjaten e mbështeten fort mbi trullin e thyer të malit të Skënderbeut, vijnë si një vazhdim i natyrshëm i kalas hierënd dhe kryelartë. Kur vjen në Krujë, gjithmonë ndjenja e parë të shtyn drejt kalas. Dhe kjo ndodh jo vetëm për atë që vjen për herë të parë, por
edhe për atë që i është rikthyer disa herë këtij qyteti. Dhe kjo është e natyrshme, se Kruja kujton Skënderbeun, Kalan e Krujës, tre rrethimet dhe vargjet e njohura Kruj o qyteti bekuar, prite Skënderben. Ato ngrihen si simboli qëndresës së popullit shqiptar, i trimërisë, i lirisë. Çdo pëllëmbë e këtij truolli haruan gjurmët e historisë. Kalaja e Krujës është një dëshmi e ngjarjeve historike që i dhan emër dhe e bën të njohur në Evropë. Kalaja qëndron mbi këtë kresht shkëmbore si një fortesë e fuqishme dhe si një pikë dominonjëse për të gjithë hapësirën përreth. Jo rastësisht Barleti këtë kala e ka quajtur Foleja e Shqiponjave. Dhe ja, si një nyje me jetën e re, Kalan historike e lidh një nga veprat më të reja dhe më të bukura të këtij qyteti, Muzeu Historik Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Muzeu ngrihet mbi shkëmbin e rëpirë të kalasë së lashtë, shkrihet një me të e qëndron natyrshëm si pjesë e pandar e saj. Udhëheqësi i paharuar i popullit ton, Shokën Rogja, porosiste se për ta bërë mirë këtë punë, nevojitet një përgatitje gjithanshme. Duheshin studiuar libra, gravura, albume kalash të vjetra të shekullit të 15, banesa që ka pasur brenda kalave të tjera e të tjera, sepse vetëm atëhere do të dinim si duhet të jetë pamja e këtij muzeu. Duke qenë gjithmonë një vepër, pamja ndërtimore të cilit ngjason me ndërtimet e shekullit të 15, Muzeu i Skënderbeut është njëkohësisht edhe një ndërtim i ri, një ndërtim i kohës sonë. Ne jemi në mjediset e këtij muzeu së bashku me drejtoreshën e Muzeut Shoqen Lumturi Gjoni. Kjo vepër e ndërtuar mbi baza shkencore i jep mundësi vizitorit, sigurisht në kuadrin e gjithmonë të një muzeu, që nëpërmjet dokumentacionit, veprave të artit dhe objekteve të ndryshme të krijojë një përfiturim dhe një njohje sa më të plot të një nga periudhave më të lavdishme të historisë së popullit tonë, dhe qenë e heroit legjendar Gjergj Kastriot Skënderbeu kundër pushtuesve osman. Shoqja Lumto, që kur është ndërtuar muzeu dhe deri më sot, në mos gaboj, duhet jenë qindra dhe mijëra vizitorë që e kanë parë, apo jo? Po, muzeun ton e kanë vizituar rreth 300.000 shikues të ndryshëm, punëtor, fshatar, kooperativist, pensionist, nxënës, ushtarak, të gjithë ata që kanë pas mundësi të kalojnë apo edhe në mënyrë të veçantë të nisen për të parë këtë vepër madhështore që ka ngritur partia. Përveç kësaj, muzeun e kanë vizituar shumë të huaj, miq dhe dashamirës të vendit tonë. Këta janë rreth 20.000 shikues të ndryshëm, të cilët kanë lënë edhe përshtypjet e tyre për këtë muze. Atëherë do ishte mundur që të shikonim disa nga ato përshtypjet. Faleminderit. Një grup punojësish të ndërmarrjes bujqësore Vrin, Sarand. Me ndjenjen e krenarisë se jemi shqiptar dhe pasardhës të herojit ton kombëtar, Gjergj Kastriotit, mrekullohemi në epokën e sotme të partisë, që Shqipëria jon po sheh ditë të begata. E vogël është Kruja, por ky muze madhështor që ngrihet në kalan e saj bën vigane tërë Shqipërinë. Është kjo vepër nderimi më i lartë për heroin ton legjendar në epokën e partisë dhe të udhëheqësit ton të paharuar, Shokut
Enver Hoxha. Një grup studentësh të inxhinierisë. Në këtë muze është realizuar më së miri ideja se populli shqiptar e ka qarë rrugën e historisë me shpatë në dorë. Mbushemi edhe njëherë me krenari për historinë e lavdishme të popullit tonë të lashtë, liridashës, të rim, për traditat që ne duhet i çojmë tej. Një grup punonjësish të ekipit geologjik Bilisht. Kjo është ndër mrekullitë e vendit tonë. U lum të dora të gjithë atyre që punuan në këtë muze të madh e madhështor. Krenohemi me udhëheqësit e popullit dhe kujdesin e partisë për të mbajtur të gjalla traditat tona. Profesor Dr. Gjelku Maksutovic, përgjegjës i sektorit shkencor të Muzeut Kombëtar të Republikës Socialiste të Rumanisë, shkruan: Muzeu i Kështjellës së Krujës të impresionon me cilësinë e dyekteve të ndërtimit dhe sigurisht me mënyrën moderne të paraqitjes. Është një realizim i shkëlqyer i historianëve, muzeologëve dhe arkitektëve shqiptar i denj për të krahasuar me një institucion të ngjashëm të nivelit botëror. Si specialist në histori dhe muzeografi, shpreh kënaqësinë e plot për këtë vepër të edukimit patriotik, duke përgëzuar me gjithë shpirt kolegët shqiptar për dashurinë e tyre karshia të dheut dhe kompetencën profesionale të shkëlqyer. Zbritëm nga kalaja dhe ja këtu poshtë saj, si një vazhdim në shekuj, pazari mesjetar i Krujës, i cili ruan mjaft vlera ndërtimore. Këtu ka mjaft dyqane. Ja këpuc me porosin. Përfitojmë nga rasti, takojmë një nga veteranë. Si jeni? Si shkoni? A jeni mirë? Faleminderit. Si ju quajnë? Ali Gova. Gëzohem shumë. Faleminderit shumë. Mos kishit ardhur për të porositur në një palë këpuc? Jo, nuk ardhur me porosit, po bie shikoj ka njerëz se kam qenë vetë zanëçi. Edhe ju merr malli. Edhe merr malli për ta. Edhe vini çmalleni këtu. Me shokët tuaj. E vi me çmallni me ta. E qëndroj ka pak atje, në dalë shkoj pasaj. Po vetë kam qenë edhe vetë zanëçi, babën e kam pas zanëçi. Edhe si shikoni këte, Kruja ka pas shumë zanate të njëshme. Si këpucar, të me që punues, jo kanë punues, qeleshi gji. E shumë zanate tjera ka pas. Zanatet bukura kanë qenë punu dje. A ishin zanat alinj të mirë? Shumë zanat që të mirë. A pëlqeshin prodhimet e tyre? Po pëlqeshin e gjithë rrethi, këtu u bante pazarit, do ta dim, këte që u bante për ditë hanë atëherë. Edhe gjithë rrethi vinte në Krujë bante atë ditën e pazarit, edhe porosin e bëshin sigurisht ke këta zanatçi. E në zanati u kryen të bukur, u kryen të mirë. Të rinjt e ruajnë në traditën e zanatit. Vetëm se ka i gjatë mirë se këta të rinjt për ndërtojnë e për bëjnë sa më të bukur profesionin edhe për i qëndërin ashtu tekstualisht si që ka qenë për para. Ju faleminderit shumë. S'ka gjë hiç. Edhe ditën e mirë. Mirupafshim. 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 Pazari shtrihet, si të thuash, midis dy kohëve mëskajor të Kalasë lashtë dhe qytetit të ri. Është një qendër arkitekturore, restaurimi së cilës mori rrugë me fillimin e vitit 1966. Në këtë ansambël, veçanërisht në shekullin e 18-19, zhvillohej jeta ekonomike e qytetit. Këtu kryhej prodhimi zejtar dhe po këtu kryhej shitja e prodhimeve. Pazari i shkëputur nga zona e banuar e qytetit është më i hershmi i këtij lloji që rruhet në vendin tonë. Kalaja historike, pazari mesjetar dhe ja këtu pranë nesh mbi një shkëmb një lapidar. Në pamje të parë, lapidari Mustafa Kaçaçit duket pa lidhje me mjedisin, por jo, ai është vazhdimi i këtij gjerdani lapidarësh që nga Fushë Kruja dhe deri në Krujë. Objektet që i flasin historisë janë ngritur jo vetëm si dëshmi të atyre ngjarjeve, por në të njëjtën kohë
edhe si objekte me vlera arkitekturore që i shtohen organikisht dhe pasurojnë vlerat e qytetit. Me atë heshtjen e tyre, lapidarët flasin e tregojnë shumë për atë epopet lavdishme, ku edhe populli krutan dha kontributin e tij. Në udhëheqjen e partisë, bij dhe bijet krutane u ngritën në këmbë, rrëmbyen armët e krijuan njësitet e tyre partizane. Qeta e parë partizane Krujishëm, që më vonë u shndrua në batalion, u bë simboli heroizmit të luftës së përgjakshme kundër forcave pushtuese italiane dhe gjermane. Krutanët krenohen me bijtë e tyre, Regj Deliu, Haxhi Zhguni, Prokop Myzeqari e të tjerë që dhanë jetën për lirinë e vendit. Populli i thjesht përqafoi vijën e partisë dhe u drejtoi pushkën tradhtarëve si Abbas Kupi me shok. Le të kujtojmë shtatorin e vitit 1943, kur trimat e partisë gjakoseshin e binin në fushën e nderit e ata Abbas Kuprat sodisnin ngjarjet nga larg e prisnin të përfitonin prej tyre. Bijt dhe bijet krutane që bënin pjesë në brigatën e 23 sulmuese luftuan me heroizëm kundër pushtuesve gjerman dhe tradhtarëve të legalitetit në vigjilje të çlirimit të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Vetë pozicioni gjeografik i këtij rrethi e jep mundësinë që nga çdo kënd vështrimi të zbulojmë pamje të reja. Ja si gjelbrojnë përpara nesh fushat e Krujës e të Laçit, gati 30 kilometra të gjata e 20 kilometra të gjera. Dora e njeriut i qëndisi e i zbukuroi. Për to sot mund të flasish dhe të tregosh shumë, po për të mbritur deri këtu, u desh një betejë e përleshje ashpër e njeriu të ri që po rilinte me kënetet e Thumanës e të Laçit, të Gjormit, me mbeturinat e varfërisë, të urisë e të vdekjeve. Në fshatin e ri të Burizanës jemi midis veteranëve, dhe veteranët janë ata që ruajnë kujtimet më të pashlyera të jetës së tyre. Ne jemi pranë një grupi veteranësh që kanë punuar kryesisht në tharjen e kënetës së Thumanës. Kujtimet për këto momente të pashlyera të punës që është kryer për tharjen e kënetës së Thumanës marrin udhë, apo jo? Po, ashtu. Shoku Xhavit Feizo është një nga të parët që ka punuar në tharjen e kënetës së Thumanës bashkë me shok të tjerë dhe në mos gabohem keni qenë drejtori i kantierit në atë kohë, apo jo? Sigurisht ju ruani kujtimet të bukura dhe të pashlyera të jetës suaje. Ne do dëshironim që të njiheshim me disa nga këto. Për të futur neve në thellësitë e punimeve, futshim vetëm me traktore dhe traktorë stalines dhe që të furnizojmë makinerit. Bile dhe ka dy bashk. Po. Por se që të futim makinerit të punon, nuk na lejon të ujit. Domim të hapim një kanal që të derdhën ujrat, por nuk e hapim dot. Edhe po bisedojmë me mbledhur atje, teknik, gjithë specialistë, ekskavatoristë, punëtor, po themi që se si, një djalë nga më të rinj që ishin të gjithë, nga ata mekanizatorët atje, hidha të të hapun. Ky djalë është këtu nga Kruja e quajnë Rasim Suta. Dhe kështu u veprua, e filloi ai me trar, natë e ditë, dhe realizoi angazhimin për 29 ditë. Atëre, si u hap ky kanal, filluan ujrat të derdhin, të vërshohen atë, futën makinerit, filloi punimi për disa vjet me radhë. Tyrka Thumona, e kështu ka qenë gjithë e mbytur kënet shekullore, që s'nyesh as në verë. Ndërsa sot është kjo bukurie e madhe që ne shohim së bashku dhe gëzojmë së bashku. Si qëllimi i qëndisur bukur nga po. U tha këneta i Thumanës, u bonifikua fusha midis Matit dhe Lezhës, u përfituan kështu 5300 hektar tokë
dhe u përmirësuan 14.420 hektar të tjera. Sipërfaqja e punueshme u rrit 2.5 herë në krahasim me vitin 1938. Mbi tokën e lirë u ngritën një nga një kooperativat bujqësore. E para ishte ajo e Luzit. U krijuan 9 kooperativa bujqësore, 4 prej të cilave të tipit lartë dhe 3 ndërmarrje bujqësore, ku punojnë mbi 6.000 punëtor. Në tokat e mbuluara nga Këneta e Thumanës, u ngrit ndërmarrja bujqësore Skënderbeu, një nga ekonomitë më të mëdha të vendit. E duke parë shifrat, mësojmë se sipërfaqja e tokës së punuar në shkallë rrethi është 2.3 herë më e madhe se në vitin 1947. Në parcelat veçanta, sot merren rreth 45 kuintal grur për hektar. Në fshatin Krutan, njeriu i ri, autori i transformimeve të thella bujqësore, krijoi jetën e tij të re, të gëzuar. Në fshatrat e reja janë ngritur mbi 4.000 shtëpi banimi, ku mund të strehohet popullsia e qyteteve të Krujës, Fush Krujës dhe Mamurasit. Ky është Xhavit Gjoka, njeriu që punon për vitin 1993. Me fshatarin sot mund të ecesh arave e ata të flasin me saktësi për rendimentet në grur, në misër, në hamullor, foragjere, perime, luledielli, por me ta mund të ulesh në shtëpitë e tyre të reja e të flasish për jetën, për letërsin, për artin, por edhe për këngën që u rritë dhe lulëzoi bashkë me jetën e re. Ja, kjo këngë karakteristike krutane, sa bukur vjen tek ne, por në të njëjtën kohë, sa mirë tregon si kënga, arti i pasur që krutani trashëgoi nga tradita, gjeti shtratin e ngrohtë, lulëzoi e u përtërisi asnjëherë. Nuk mund ta kuptosh këngën, vallen, artin popullor krutan sot pa veshjet e kostumet e bukura që na krijojnë atë botë të pasur, lloje ngjyrash, motivesh, që shprehin jo vetëm botën e pasur të gruas krutane, autore e tyre, por edhe shijet e larta e talentin artistik të saj. Marim shkas nga ky mjedis për të jetuar pak qaste me jetën etnografike të rrethit. Veshjet popullore të Krujës shquhen për larminë e madhe të paraqitjes së tyre. Të bie në sy veshja e grave të Çudhinit me përparjet e bukura e një mënyre origjinale të zbukurimit kokës. 2 variantet e veshjes së grave të Kurubinit, ku ruhen element me interes të madh për studiusit si përparja me thek e me brezim e rema, veshja e grave të Fushkrujës, ku dallohen qartë qëndismat e bukura me një stil të vetën, që në kohë ndikuan shumë edhe në zonat fqinje. Mjafton të përmendim këtu grykat e bukura të këmishave apo zbukurimet e bukura të mangëve të tyre. Dhe për të ruajtur këto vlerat të pasura të traditës, me ngjyrat e larmishme dhe motivet e bukura të cilat falin aq shumë kënaqësi, sot në Krujë është ngritur ndërmarrja e prodhimeve artistike, ku prodhohen qilima dhe mjaft prodhime të tjera prej druri,
prej tuprit, prej bakrit. Konkretisht, këtu jemi në repartin e qilimeve. Është një qilim mjaft i bukur, me motive të bukura, është një shqipon këtu e stilizuar. Në prodhimet e tjera, përdoren motive të florës, ndërtimore, të kafshëve dhe mjaft motive të bukura të cilat pëlqehen nga konsumatorët. Prodhimet artistike janë, si të thuash, një burim që arti popullor, tradita e shquar dhe e pasur, të mos u mbas kurrë. Ja, këtu, në këtë ndërmarrje, punojnë mbi 1000 gra e vajza krutane. Me një ndjesi e artë të hollë, duart e tyre i japin jetë dhe gjallëri objekteve. Në këtë ndërmarrje punohet bakri, por edhe druri u lirit, marrin formë punimet prej thupër shelgu, por edhe tekstilet e larmishme të punuara me fije leshi dhe pambuku. Prodhimet artistike të Krujës zbukurojnë mjediset e brendshme të familjeve krutane. Ato janë të parapura dhe të pranishme në familjet tona dhe pëlqehen në botën e jashtme. Rrethi i Krujës është i njohur për fabrikën e drurit e specializuar për mobilje. Këtu ngrihet fabrika e përpunimit të frutave, e miellit, e frigoriferit. Por pse të shkojmë larg? Le të përmendim vetëm këto 5-6 vjetet e fundit. Vargu të madh të fabrikave e uzinave, kombinateve, si ai i drurit në Laç, fabrika e Cimentos në Fushë Krujë, ju shtuan Kombinati Kimiko-Metalurgjik i Laçit. Ky kombinat përfshim sot uzinën e superfosfatit dhe uzinën e shkrirjes së bakrit, 2 fabrikat e acidit sulfurik, fabrikën e acidit nitrik e të oleumit. Duken si kuriozitet e shifrat që do t'japim poshtë, dhe kjo është e vërtet pse edhe të tilla janë, por ky është realiteti industrial i këtij rrethi. Në 50 ditë, Kruja jep prodhimin e gjithë industrisë së vendit të vitit 1938. Në prodhimin e Cimentos dhe për industrinë kimike, rrethi i Krujës zë vendin e dytë. Peshën më të madhe në këtë industri e jep pirometalurgjia me 1/3 e prodhimit, duke zënë kështu mbi 1/10 e industrisë minerave dhe metalurgjisë të gjithë vendit, duke i dhënë Krujës vendin e 4. Njeriu i ri krutan mbi të gjitha ka krijuar fizionominë e tij të re. Ai është i arsimuar dhe me kulturë të gjerë. Po të edhim një vështrim në fillesat e kësaj ngjitje. Padyshim edhe vizioni i rritjes cilësore do të bëhet më i qartë dhe më i plot. 90% të popullsisë të rrethit Krujës, çlirimi i vendit i gjeti analfabet. Kishte vetëm 12 shkolla fillore, 25 arsimtar dhe 1000 nxënës. Kjo pra ishte e gjitha. Sot, në rrethin e Krujës, numërohen 138 shkolla të kategorive të ndryshme, prej të cilave 11 janë shkolla të mesme, ku mësojnë 24.000 nxënës,
e ku japin mësim më shumë arsimtar sa kishte nxënës rrethi para çlirimit. Mjekësia e re socialiste lindi dhe u rit mbi një terren të zbrazët. Një mjek, një ambulancë, një infermier dhe ndihmës farmacist. Ky ishte inventari i shërbimit shëndetësor të rrethit para çlirimit. E sot, në rrethin e Krujës, një mjeku i takojnë 650 banor. Krutanët transformuan vendin e tyre, duke u transformuar edhe vetë. Peizazhin e vërtet plot ngjyra të bukura të asaj rritjeje të madhe shpirtërore të njerëzve e jep kronika e tyre e përditshme me gëzimet dhe shqetësimet e përditshme. Moshatarët e krutanëve të sotme në të kaluarën kanë pasur dramën e tyre. Kujtojmë shkëmbin e vajës. 90 vajza krutane u hodhen me guxim për të mos rënë të gjalla në duart e turqive. Ato mbetën e jetë burnesha shqiptare. Kronika e jetës së vajzave krutane sot ka ngjyra të tjera. Këto janë burnesha të ndërtimit socialist. Kamera e ka të vështirë të përmbledh në një plan të vetëm atë gjerësi të madhe transformimesh. Aty duhet të futesh industrinë, por edhe gjelbrimin që mbulon hapësirën e gjerë të fushave. Jetën e rilindur në 5 qytetet që ngrihen në rrethin e Krujës, por mbi të gjitha, arritjen e njeriut zot i këtij vendi të begat. Kruja nuk mund të kuptohet pa 5 qytetet e saj. Gjerdani i ri përpara kështjellës së lashtë, në Krujë, Laç, Fushkruj, Mamuras, Milot, banojnë 35 presje 2% e popullsisë. Në të gjithë vendin, Laçi është i njohur si qyteti i ri industrial. Ai ngrihet poshtë kodrave në anën perëndimore të Kurbinit, me një popullsi rreth 18.000 banor. Ky qytet, siç thon banorët e tij, u rit e ka hedhur shtat si pa u ndjerë. Sa kohë kanë kaluar? Fare pak. 22 vjet nga dita kur inxhinierët e rinj të ndërtimit dhe veteranët hedhinin mbi skica rrugët, pallatet, lulishtet, uzinat e oxhaqet e lartë. Dhe ja, sot Laçi është një qytet i rritur e i begatuar si gjithë rrethi i Krujës në epokën e partisë.